Përshëndetje miqtë e mi. Sot në kjo video dua t'ju lexoj nga libri më i ri që ka dalë para këca ditësh, Nga hijet në dritë, i cili do të ndihmojë të shkëputësh ndërmjet ushtrimeve të ndryshme dhe lirimit të ndërgjegjjes tënde, të programeve tënde dhe të paraardhësve tënd, sidomos për ne gratë. Atëre, le të lexojmë në faqen 70, aty ku ndalonte gëzimi. Nuk e dija pse herë qeshja diçka thellë brenda meje dridhej. Sa herë që gjeja guximin të gëzoja, të shkëputesha nga pesha e zakonshme e ditës, ndodhte diçka. Si të ndodhte një ndërprerje, një ndalesë, një sprovë, një tronditje. Fillimisht ishte makina që u prish, pastaj sëmundja e djalit të vajzës, spitali, raskapitja. Dhe sa po fillova të marr frymë, rash dhe dëmtova dorën. Pranë të gjithave këtyre, kisha diçka brenda meje që thoshte: mos gëzo, mos u ndjesh shumë mirë, se gjithmonë pas kësaj ndodh diçka tjetër. Ky zë nuk ishte i imi, ishte zë i trashëguar. Ishte zë i nënës time, i nënës të saj dhe të gjithave grave që kisha njohur kur isha e vogël, dhe të gjithave grave në shoqërinë tonë shqiptare. Gratë nuk gëzonin, gratë duhet të mbijetonin. Mami im nuk buzëqeshte, nuk ulej, nuk e pinte kafen, nuk dilte, nuk dinte si të prehej. Ishte gjithmonë në punë, në detyrime, në inat, në raskapitje. Babi im gjithmonë diku lart, i ikur në punë, dhe kur vinte nuk sillte paqe, por trazim. Shpesh as parat as veten nuk e sillte. Jepte jashtë, merrte duar bosh, por sillte pas vetes hijet atyre që kishte ndjekur. Dhe ne fëmijët kishim frikë. Kur qeshnin fort, mami merrte mashën. Jo sepse ishte e keqe, por sepse ajo vetë nuk dinte të qeshte. Ajo kishte dhimbjen e saj, dhe unë mësova ta du dhimbjen e saj sikur të ishte imja. Që të ndihesha pranë saj, kështu i tregonja dashurinë, kështu i tregonja përkushtimin si femër në një femër tjetër. Që të mos e lija vetëm, dhe ashtu ndodhi. Sa herë ndihesha e lumtur, brenda meje ndizej alarmi. Mos u çlodh, mos ndalo, mos ndjej gëzim, mos je sigurt, mos ndjej stabilitet, mos e lej veten të shkosh përpara, të jesh e suksesshme, të bësh diçka më shumë nga çka bën mamaja jote, gjyshja jote. Por tani nuk jam më vajza e vogël, jam 55 vjeçe. Kam jetuar, kam falur, kam qarë, kam punuar, mbi vete dhe mbi mijëra gra që mbajnë të njëjtën kujtim të pashprehur. Kur një grua ka dhënë gjithçka dhe sërish nuk është parë, është sepse jo se nuk ka vlerë, por sepse mësimi i shpirtit të tij, të saj, është të mësoj, të shohë dhe të nderoj veten e saj para të gjithëve, jo të sakrifikoj, jo të mbetet mbrapa. Dhe këtu dua të bësh pyetjen: dhe ku e gjete ti veten tënde? Ku ti ke gjëra të njëjta me këto që lexova unë? Dhe po të ndodh sërish sepse modeli nënës dhe i grave në familje ishte të jap gjithçka në familje shqiptare, të lodhem, të duroj, por mos kërkoj dashuri, vetëm shpresoj ta meritoj një ditë dhe ngeli duke pritur. Zëri brendshëm mund të thotë: nëse s'jam e dobishme, nuk më duan, ose nëse gëzohem shumë, do më ndërshkojnë. Trupi yt e mban këtë dhimbje, si energji të papërfunduar, dhe ajo të flet përmes sëmundjeve, të vogla, lodhjes apo trishtimit të papritur.
një ushtrim i vogël për ty sot. Vendos dorën në zemër, merr frymfell dhe liro, bëhe 3 herë këtë dhe thuaj me zë të butë vetes tënde. Unë merit aty thuaj emrin tënd, zgjedh të shoh veten time, zgjedh të nderoj shpirtin tim. Nuk pres më që të tjerët të më japin vlerë. Unë jam e vlefshme sepse jam dhe kjo më mjafton. Dhe tani dua të jetoj ndryshe. Ky kapitull është dhe fillimi i shkrijes së asaj zhurme të brendshme që më thoshte kujdes, sa herë që unë gëzoja. Çdo gëzim nuk është paralajmërues i dhimbjes. Çdo qetësi nuk është stuhia para fortunës. Mund të gëzoj, mund të qetësohem, mund të jetoj, dhe kjo nuk është egoizëm, është shërim, është dashuri, është guxim. Dhe unë po e zgjedh tani, me frymë, me trup, me shpirt. Kjo ishte një nga fragmentet e marrë nga ky libër, në të cilën mund ta gjesh kudo që të jesh, duke e porositur nga unë, në Viber, WhatsApp dhe Telegram, tek numri 0030 699 321 46 37. Në të njëjtën kohë do mundesh ta gjesh në datën 18 në Tiranë, 18 Korrik, dhe me 20% ulje në qoftë se do jesh pjesë e eventit Kush jam unë në të vërtetë. Këto do të ndihmoj shumë ky libër, duke parë historinë tënde, të familjes tënde, të grave të familjes tënde, dhe të komunitetit të grave, gjithashtu dhe të vetes tënde, por jo vetëm, të mësosh dhe si ti të dalësh nga të gjitha këto përkushtime, si të thuash, që i ke bërë familjes tënde dhe grave. Gjithashtu, në këtë event do mësosh shumë gjëra për veten tënde. Do mësosh si e ka titullin dhe eventi, kush je ti në të vërtetë, kush është vendi yt në familjen që u linde, kush është vendi jot në familjen që ke krijuar, kush është vendi jot në shoqëri, në partneritet dhe kudo. Është një event shumë i bukur që do të ndikojë edhe për ty. Ju mirëpres, mund të rezervoni vendin tuaj tek telefoni që dash më lart dhe do ta gjeni këtu. Gjithashtu dhe librat do jenë shumë të nevojshme për ju, sepse janë dhe me ushtrime dhe terapi më vete. Gjithashtu do kemi dhe librin Simboli mrekullive, që ka 83 madra për të bërë lirimin e të gjithave frikrave më kryesore që i kemi gjithmonë në ndërgjegjen tonë. Në të njëjtën kohë do kemi dhe libër 366 pralla, drita e ylberit, një për çdo natë, për fëmijën tuaj të brendshëm dhe fëmijën tuaj, që në çdo prallë ka një emocion për të liruar, për të kuptuar, për ta pranuar. Gjithashtu ka dhe ushtrime të ndryshme që do të ndihmojnë ti lirosh duke i bërë vetë terapi vetes tënde dhe në ndërgjegjes tënde. Kur ti bëhesh i vetëdijshëm, çdo gjë ndryshon në jetën tënde. Ndaj të mirëpres dhe në të njëjtën kohë mund të porositësh këto libra në qoftë se nuk do mundesh të jesh në eventin e datës 18 në Tiranë. Ju dua shumë, ju falenderoj për gjithçka dhe që qëndroni pranë meje, për të gjitha fjalët e bukura. Do isha shumë e lumtur në qoftë se do komunikoni me mua dhe të komentoni të kjo video dhe të shpërndanit në shokë dhe miq, në rrjetet tuaja sociale. Dhe a ju pëlqevi kjo fragmenti i kësaj të këtij libri dhe ku ti e gjete veten tënde dhe çfarë ke nevojë më tepër nga unë të bëj. Ju dua shumë, ju përshëndes.